Godina historike Zyber Hallulli do të shembet për t'i hapur rrugën ndërtimit të një kulle së paku 17 kate. 36 fëmijët që janë të strehuar në këtë jetimore do të zhvendosen në rrugën Gramos Pashko, apo siç njihet ndryshe ish vilat gjermane. Në këtë vendodhje, përveç jetimores së re, do të ndërtohen edhe zyra administrate. Vendimi për këtë zhvillim është marrë nga Korporata e Investimeve Shqiptare, e cila ka hapur thirrje për investitor privat. Korporata justifikon këtë zhvendosje me idenë se fëmijët dhe zyrat e punës do të kenë kushte moderne, por në realitet trulli jetimores është më i lakmuar nga ndërtuesit privat, të cilët përfitojnë leje për të ndërtuar një objekt me sipërfaqe 60.000 metra katror. Kjo është një tjetër thirrje kontroverse e korporatës, e cila ka hedhur për zhvillim në partneritet me privatin zona të ndryshme të Tiranës, ku spikasin Stadiumi Selman Stërmasi, Pallati i Sportit Aslan Rusi, Isha të Shëja apo edhe Pallati i Kongreseve. Edhe pse ka kaluar një javë nga mbyllja e fatit, korporata ende nuk i ka bërë publike ofertat. Ajo i tha Citizen se numri i aplikimeve ka qenë i lartë. Gentrifikimi i Tiranës, pra zhvendosja e shtresave me ndjeshmëri më të lartë sociale drejt periferive, është tashmë një fenomen i njohur në kryeqytet. Zona të ndryshme si 5 Maj, Kombinati apo Shkoza u përballen me një val ndërhyrjesh urbane, pasi hapën rrugë ndërtimit të komplekseve elitare. Por kjo qasje urbane duket se nuk po kursen as institucionet publike apo jetimoret si rasti i Zyber Hallullit.